Nisja e makinave bujqësore drejt fushave ishte diçka që s'mund t'i shpëtonte objektivit aparatit tonë. Proceset kryen me mjetet mekanizuara që nga mbjellja e bimës, shërbime të ndryshme deri tek korrja. Mekanizmat po përdoren më me efektivitet për sistemimin e krejtë sipërfaqes së tokës. Të afërt me specialistët, ne mësuam se si po hyn mekanika e re në punimin e tokës. Përveç lesës dhe diskut, po përdoret në shkallë të gjerë edhe freza edhe ruli, që ndihmojnë në shkreftimin më të mirë të tokës, në ruajtjen dhe afrimin e vlagës dhe në luftimin e barrave të këqija. Intensifikim do të marrësh sa më shumë prodhime nga njësia e sipërfaqes dhe me kosto sa më të ulët.